Suksesi ecën me më të mirët. Kolegji Gjermano-Kosovar Hajmerer është partneri juaj në çdo hap të rrugtimit për të bërë profesionist shëndetësor i së nesërmes. Me dije, me përvojë dhe me zemër. Në Kolegjin Hajmerer përgatiten liderët e ardhshëm të institucioneve shëndetësore. Nga shkëmbimet ndërkombëtare, praktikat profesionale, deri tek punësimi garantuar, me programe unike në fushat e shëndetësisë, të akredituara ndërkombëtarisht. Në Kolegjin Hajmerer mund të studioni në nivelin bachelor, infermieri, logopedi, ergoterapi, teknik laboratori dhe psikologji. Në nivelin master, infermierie avancuar, kujdes shëndetësor digital, menaxhim shëndetësor, shkenca laboratorike mjekësore dhe psikologji klinike. Një institucion, një vizion, një premtim. Për momente të tilla krenarie, që shënojnë fillimin e një rrugtimi përjetësisht profesional. Mirë se vini në Prishtina e shëndetshme, serinë e podcasteve që kemi organizu me rastin e zgjedhjeve lokale në komunën e Prishtinës, edhe kemi ftu kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës nga partitë që kanë kandidu. Unë jam Ilir Hoxha, nga Instituti për Politika Shëndetësore dhe Sociale, bashkë me mua sonte është zoti Urani Ismaili, kandidat për kryetar të komunës nga radhët e PDK-s. Setapi ose podcastet që kemi organizu e kanë për qëllim me ofru një hapësirë ku diskutojmë programin edhe përmbajtjen e programeve potenciale politike për zgjedhjet lokale për udhëheqjen e komunës mandatin e ardhshëm, edhe unë kam kënaqësi të madhe domethënë ta kem sot këtu zotin Urani Ismaili. Faleminderit që keni. Faleminderit shumë. Kisha pas qef me fillu me juve. Me juve edhe ndoshta pse zoti Urani Ismaili është kandidati për Prishtinë e shëndetshme, në Prishtinë shëndetshme. Kisha dashur ndoshta me fillu me para se më jap fjalën juve me disa si më thon shënime të mia. Më ka ra në sy domethënë puna juaj qysh në Ministrinë e Shëndetësisë, kur keni qenë ministri i Shëndetësisë, edhe më kalon përshtypje disa gjëra. Domethënë një prej tyre është zgjedhja e ekipit. Edhe pse si ju kum njoft, domethënë zgjedhja e ekipit. Domethënë një prej ekipeve më profesionale të ministrit të shëndetësisë, domethënë që nuk ka qenë detyrimisht orientuar me partijak, po ekspertë në shëndetësi kanë qenë të afruar për juve. Kjo më kalon shumë përshtypje. Domethënë nuk e kum pa në çat intensitet edhe në çat nivel me ministrat e përparshëm, duke qenë se përcjellë shëndetësisë. Tjetër më patlon përshtypje që jeni fokusuar në zgjidhje konkrete. E majnë men ato barnat, kontraktimin për barna, do me thonë që bjen në një sistem si s'ka ekzistu për para, në mënyrë që me kontrollu çmimin e barnave, edhe ai sistem tash veç është implementu dhe ja shohim benefitet, ka qenë edhe për shembull në rrjetin e qendrave, do me thonë të kujdesit sekondar edhe terciar, do me thonë të intervenimet vogla që kanë bo ambientet shumë ma friendly që kanë qenë dukshme në udhëheqjen e dritonit edhe udhëheqësisë atëherë që kanë qenë çikoka. Senet vogla ndoshta, po they make a difference, që i thonë shumë dobi anglisht. Për më shumë, Harvard Kennedy School of Government, domethënë graduate, punë ndërkombëtare, domethënë krejt për mua, po besoj ndoshta për tjerë të elementet që të bojnë një kandidat shumë serioz për një Prishtinë të shëndetshme. Çka tjetër ndoshta kum harruar prej këtyre gjanave të mira që sjell kandidatura ju? Po, unë ndoshta arsyen pse kom mujt me treguni rezultat të asaj kohë në Ministrinë e Shëndetësisë, është ka njerëz nuk e dinë, është që kam punu një kohë edhe në institucione tjera. Pra, kam punu në ministri të ndryshme, edhe ajo ma ka dhonë një përvojë shumë të rëndësishme në sektorin publik, sepse njerëz të shohin sektorin publik se kjo puna shtetit është punë e lehtë, po puna udhëheqjes publike, me udhëheq sektorin publik, me sjellë rezultate, sepse ti mundesh me marrë një pozitë, një post, bosh ministër, bosh zëvendës ministër, apo kështu me radhë, mirë pa ajo veç pozitë.
Tani ka dallim mes pozitës edhe ka dallim mes udhëheqjes dhe pozitës. Udhëheqja është diçka që ti mobilizon, që ti e identifikon problemin, e gjen diagnozën e duhur, e ndërton një ekip dhe arrin me sjell një rezultat vis-a-vis çati problemi. Edhe mendoj që udhëheqja në sektorin publik është ajo që më ka dallu, edhe çka më ka dallu në këtë rast ka qenë përvoja që kom pas të sektorin publik ma gjatë, dhe kur kam hyrë në Ministri Shëndetësisë, kom pas edhe përvojën praktike edhe shkollimin që e përmene vetë në Kennedy School të Harvardit, ku e kam kryer magistraturën, edhe mendoj që kjo kombinimi praktikës me teorinë ma ka dhonë një përparësi konkuruse vis-a-vis ndoshta ministrave të kaluam. Sepse shumica e njerëzve që hynë në institucione publike shpesh nuk vinë nga një përvojë. Atë zgjidhen, kalojnë në një parë zgjedhje dhe hynë, bohen një autoritet i caktuar, mirë po nuk ka që prapa atyre vjen një përvojë në sektorin publik. Edhe mandej e sheh që fillojnë me ngecë, fillojnë me pas probleme, fillojnë mos me ditë me identifiku problemin mirë, mos me ditë me gjithëzide, sepse në sektorin publik e ki përcjell vetë një kohë gjatë, nuk ka shëndetësinë, po tani ato e replikon në disa vende sepse ti e sheh mentalitetin. Nuk ka që njerëz shkojnë punë, edhe si me tonë, nuk ka si sektorin privat. Sektorin privat ti ki një incentiv më të madhe, një garë reale. Po, një garë reale sepse tregu nuk duron. Nuk mundesh, sepse ti në sektorin privat, nëse nuk je i mirë, nuk ke me gjeneru të hyra, nuk ke me pas një sistem financiar të mirë që i mbikëqyr, nuk ke pas një kontroll financiar të mirë, nuk ke pas talent rreth vetit, kompania tjetër të mund edhe çet pi tregut. Nuk ka kështu në sektorin publik. Sektori publik, buxheti rroga vijnë gjithmonë. Po çka është tu dallimi? Dallimi është udhëheqja. Nëse ata punëtorë e shohin që kanë një udhëheqje, e cila ka një integritet, e cila është aty për të mirën e përgjithshme, nuk për të mirën e vet. Është aty për mi ndëgju edhe ata. Jo me fol veç ai çka din apo ajo çka din, atëherë edhe ata bëhen më të motivuar dhe fillojnë me punu më shumë. Kështu që mendoj që kjo ka qenë ajo që tha që çka nuk din tjetër, ka qenë mendoj që çaja përvoja që unë e kumpru me vete, ka qenë një faktor kombinimi përvoja. Po, kombinimi përvoja ndryshme, se mu më ka me punu në 2-3 ministri, më ka me punu në kuvend, para se me shku në Ministri të Shëndetësisë. Pra, shpesher i ki po nej kandidat tjerë që kanë pas nështë shme thonë atë reputacionin, e kanë pas background, prapavin, po nuk kanë land, nuk kanë ateru në pozita, dhe në kanë me dyqysh si trupi huj. Po, sepse njerëz vinë me përvoja nga, nuk po du me thonë, qoftë nga jashtë, qoftë nga mrena Kosovës, me përvoja të cilat mendojnë që mujnë mi transferu shumë let në sektorin publik. E nuk ka një gjë e tillë. Ti mundesh me qeni menaxher jashtëzakonisht i suksesshëm në sektorin privat, edhe kur vjen në sektorin publik, nuk ka njësoj, nuk janë ata të motivum njësoj që shke qenë ti që i ke pas punëtor të rrogat, keni dalë, keni fitu, profitin e ke këthy në kompani e kështu me radhë. Këtu krijon vlerë. Fakti që edhe në komunë kum pa, do me thonë, ju si PDK keni pas një pjesë departamenteve që i kënë dheq, që një farë mënyre e njëjta gjë është repliku edhe në nivelin komunal, mu ma ka dhoni ndjenë që nuk ka rastësi, nuk ka qenë Ministri Shëndetësisë. Jo, s'është. Shumë me Besjanën, me Donjetën që se zgaboj, do me thonë, apet një ekip të shkëlqyshëm të njerëzve. Jo, nuk ka rastësi. Do me thonë, si modeli punës tonë, për më duket. Une munora me inxhinieru shumë, munora me inxhinieru me shumë, dhe nuk ka e letë. Me ndërtu ekip nuk ka e letë. Kushdo që e din që ka udhëheq, e kupton që ndërtimi i ekipit është shumë problematik. Sidomos sepse don me ndërtu ekip me kualitete të ndryshme, të cilët vinë me një ekspertizë, vinë me një përvojë të tyre, dhe nuk mundohesh ekipin tonë me kriju veç në rrethin tënd ku e ki afër. Dhe çka ndodh me shumicën e politikanëve, ndodh që ata tentojnë me marrë ekip rrethin e tyre. E nuk e pranojnë let mendimin e një ekspertize i cili thotë, më fal, ministra apo kryetar, gabimie, nuk qëndron kjo, fare. Dhe mendoj që unë këtu e kom një karakteristikë të veçantë që unë mundohen edhe kështu i kumë thonë, unë Ministri Shëndetësisë i kumë thonë, ka pas një rast dhe kumë marrë një djallë, ke kumë gjetë aty, edhe më vyke bashkë për barna, më vyke diçka me më ndihmua, ka pas një përvojë brenda sistemit, edhe i thash, a mundesh me mu dheq?
edhe ai qysh ke për herë të parë takoj kemi unë ma e ri edhe ai u ndal aty po më thot tha aty urdhno ministri thash a mundesh me mu dheq ti mu. Tash unë po duhet ti me marr procesin përpara. Unë e vi mbrapa me logjistik. Kupton me infrastrukturë politike me çka të vyn, mirë po shfrytëzoje ti dijen tonë dhe udhëheqna çelë rrugën me ekspertizë. Na vi mbrapa me mbështetje. E pra nuk e lehtë kjo në egon e njerëzve edhe sidomos të udhëheqësve. Nuk e lehtë me është si me thonë elementi kryesor që po mungon në udhëheqësinë anybody, s'ka lidhje me parti ose me institucion, shumë rrallë shumë Kosovë. Ka dhe një presion të brendshëm, dush me ditë me mbrojt presionin e brendshëm. Sepse njerëz të cilët ti punon në kuptim politik, partia, pse jo ai. Tash ti dush aty ne më shpjegoj qëllimin, edhe unë kur mundona me përzgjedh njerëz edhe nga jashtë, edhe mrena, ato që e tho. Unë në ekipet e mia, që i kum organizu, janë ekipe të cilët në sfera caktuar kanë qenë më të mirë se unë. Pra unë nuk më konsideru që unë jam maj zoti në atë ekip. Pra ajo imja ka qenë me definu qëllimin, me mbajt integritetin, pra mos me u korruptu rrugës, mos me shtrembu qëllimet për çka jemi, dhe me kriju një hapësirë në cilën njerëz e japin kontributin e vetë, pa një lloj, si me thonë, dominimi, frigje ose diçka tillë. Dhe kur e krijon ato, tash aty ka rraje idesh, ka, si me thonë, tension. Mu më pëlqen tensionin e kim, por tensioni duhet me qenë produktiv, jo tension toksik. Tension produktiv, edhe dush me pranu që në shumë lëmi, edhe aty ku ti udhëheq, ti nuk je njeriu maj dishëm në tavolinë. Dush me pranu njeriu tjetër që ajo maj dishëm se ti në këtë tavolinë, dhe je në gjendje me marrë rolin, edhe pse je në një udhëheqje, je në gjendje me marrë një rolin e bashkërrugtarit, që i ndihmon që asaj ekspertize për me realizu qëllimin. Në Barna, po mos kishin qenë personat ekspertizë të caktuar, me më tregu që qysh bojnë çmimet referente. Unë e ku pas vullnetin me bo. Unë nuk jom pajtu me idenë e 10 milion, 12 milion euro mi ble Barnat ma shtrajt në vjetë. Pra ajo ka qenë për mu, si me thonë, një irritim edhe një not jashtëzakonisht i madh. Sepse ku më di gjendjen e shëndetësisë, na buxhetin e kufizum. Është një pi politikave ma relevante, ma spotan që i thonë, ma e qëllume. Shumë relevante, çka është e mirë është e qëndrueshme. Është ende e qëndrueshme, qashtë. Edhe mirë po, unë e ku pas vullnetin, e ku pas irritimin, si me thonë, kam qenë tepër i zemrum me faktin kur e ku pa që ne blejmë 12 milion euro, 11 milion euro ma shumë sepse në Shqipëri ose në Maqedoni. Qysh ndodhë që populli që Kosova vendi maj varfër se ta, me e gjatësin ma tullt, edhe kjo është një komponent shumë e rëndësishme, një e gjatësin ma tullt, pra nuk o që përna kthehet ajo vlerë e Barnave ndoshta ma kualitativ jo, pra ajo ka qenë një shpenzim, një korrupsion klasik, edhe aty mu më ka ardhur një ekspertizë, e cila më ka tregu si është qysh bëhet ajo punë, dhe mane qatë ekspertizën e ku më kthy në një politikë, prandaj në qoftë se nuk ke ekspertizë, dhe atë ekspertizë duhesh me pranu që mundesh me gjetë edhe tek persona të cilët nuk e kanë njëjtin mendim politik si ti. Pra mendimin partiak ta quaj. Duhesh me pranu që partia jote nuk do me thonë ose gretjot. Kjo ka qenë karakteristike, sidomos ministrisht, kërkush s'ka qenë pëmënej prej këshilltarëve kryesor, prej kabinetit kryesor, nështë një, dy, por shumica kanë qenë eksternal, do me thonë ekspertat jashtë. Kanë qenë eksperta që unë i kumë thirë, ja kumë shpjegu vizionin, ju kumë tregu, unë jam PDK, unë jam i emrum politikisht, mirë po politika cilat na i ndërtojmë për qytetarë. Pra që kjo është shumë e rëndësi për mu, me kuptu që politikën që unë ndërtoj, ku me ndërtu që qytetarë. Dhe një sen tjetër, është një diçka që unë ju thëmë shpesh në ekip, është që në fund të këtij procesi, kemi me qenë krenarë. Pra shumë e rëndësi, e sidomos në sektor publik, se sektor publik ti nuk merë tyra të cilat ty të bojnë, si me tonë, me undi që e ki rregullu jetën tonë. Në sektor publik, ajo që ka shumë e rëndësi është me pa që kontributi jëtë ka kriju një vlerë, për shoqërinë. Dhe ajo ty të ebë një ndjenjë të krenarisë, një ndjenjë të përmbushjes që është më e madhe se sa rroga në disa raste. Natyrisht që edhe paka është tepër e rëndësishme, mirë po për mua gjithmonë më ju tregoj ekipeve që në qoftë se ti jep 2 vite në sektor publik, në një ekip me mua, unë të garantoj që në fund të këtij mandati, që ti dën me dhomë për vendin, për Kosovën, për qytetin, për kënda që jep,
unë garantoj që kemi qenë krenar. Dhe ashtu ka ndodhur. Unë këtë ekipi që ne kemi punuar në sektor shëndetësisë, me pyet secilin prej tyre në intervistë, cila është për momenteve më krenare ndoshta jetës tyre, ata e përmendin kohën që kemi punuar bashkë e rezultatet që na arrit, sepse rezultatet kanë qenë të prekshme, GPI i qytetarëve është rrit, është rrit kujdesi shëndetësor, natyrisht unë s'ku mujt me bo vete, ku bo me mjek, me infermier, me shumë ekipe ndryshme, me ekipe ndryshme, në ÇKUK, jashtë saj, në spitale tjera, mirë po ka nevojë sektori publik sidomos, ka nevojë për udhëheqje. Në qoftë se nuk i leadership, udhëheqje. Edhe stil trit udhëheqjes. Po këto e folëm. Çat udhëheqje e cila ti ulesh edhe i thu personit që ndoshta e din, në unë kum pas raste. Njerëz kanë marrë konferencë për shtyp kundër meje, kundër në kuptim partijak, dhe të nesrit ne kemi pas diskutim për çush me ndresh klinikën e tyre. Edhe unë kom takuar atë person shumë avon, edhe më ka thonë, kom fillu me pas respektin për ty, në momentin që nuk i ki bo fare çështjen që unë kam qenë në një konferencë për shtyp, sepse më ka kërku partia me dalë, dhe unë kam dalë në një konferencë për shtyp, të kam kritiku për diçka. Edhe, pra, kur do me bo mirë, në shoqëri, dosh me kuptu që jote është mi mobilizu gjithë njerëz të mirë. Njerëz të mirë nuk do me thonë që i ke gjithë përreth. Kime kërku edhe njerëz me cilët nuk pajtohesh fillimisht, mirë po e shikon o qëllimi përbashkë. O qëllimi përbashkë, hajde punojmë. Po supozojt njëjtën gjë muj me pritë edhe nëse zgjedhemi si kryetari i komunës. Po më intereson cilat janë ato politika që janë në programin e juaj politik për mandatin që ju jepet. Cilat do ta bojnë, nështë pe kthej pak temën të politikat shëndetësore. Pa problem. Ose politikat nështë kisha qytë shëndetshme, që nuk janë domosdoshme. Cilat janë politikat kryesore që do ta rregullojnë, përmirësojnë shëndetjen e Prishtinës, qytetarëve të saj. E para, mandatin e juaj. Po e flas pak në mënyrë të përgjithshme, jo në mënyrë të segmentume. E para kisha me thonë që duhet me ndru pak mentalitetin, ato e mundu me ndru, mentalitetin që me kuptu që shërbimi shëndetësisë komunale me pas qytetarin qendër, që tepër me rëndësi. Po që gjithçka që ka dizajnohet, me u dizajnu me qytetarin qendër dhe me u dizajnu duke marrë parasysh kërkesat dhe nevojat e qytetarit. Sepse Prishtina është një qytet që ka ndrru në 25 vitet e fundit pastusë. Nuk ka e njëjta, njerëz kanë migru, janë ndërtu lagje të reja, o shtu popullata, në vende o plak popullata, dikun ke shkolla të ngarkuara, pra gjitha këtu rjetë që më thove jo ndoshta aq të shtrira ashtu që kërkojnë qytetarët, pra gjitha këtu shtin me mendu çka du me bo, pra kur të futem a du me qenë tradicional, këto i kemi bo këto shërbime dhe këto du të mi bo, apo do me kuptu çka janë nevoja dhe kërkesat e qytetarëve. Prandaj këtu unë mendoj që puna e parë është me ndru një mentalitetin, me thonë që shërbimi shëndetësor komunal do ta ketë qytetarin qendër. Kur e ketë qytetarin qendër, atër fillon me pyet më shumë, fillon me marr feedback më shumë, fillon me dizajnu zbashku me ekipin, zbashku me profesionistë shëndetësor, me mjek, me infermierët, me gjithë, fillon me dizajnu politikat të cilat i shërbejnë qytetarit. Çka ndodh në këtë rast, unë e kam pa edhe në Ministrinë Shëndetësore, është që fillon me u rrit kënaqëmëria në të dy. Edhe fillon me u rrit kënaqëmëria e pacientit, edhe fillon me u rrit kënaqëmëria e profesionistëve, stafit. Pse? Sepse ky ndihet më mirë dhe jep kompliment dhe jep, si më thon, mirënjohje dhe e merr shërbimin që e kërkon. Në anën tjetër, stafi është aty për me kry punën e vet. Edhe ata dojnë natyrisht që të ketë politika dizajnume që edhe ata punojnë maljet e ma mirë. Kështu që kjo është e para sa i përket filozofisë. Një është prej komponenteve kryesore është me, si me thonë, me riformatu, nështë me ridizajnu kujdesin që me pas pacientin qendër. Po, me pas pacientin qendër. Tani, në qoftë se segmentojmë ato, mujë me segmentu në disa. Për shembull, konsideroj që tepër e rëndësishme për nënat dhe fëmijët, me pas një dizajnim të ri, sepse që ka ndodhë shumica e grave, sidomos grave shtatzane, nuk e gjenë vetën let, nuk e din kufirin mes ku fillon mjeku familjar, ku përfundon mjeku familjar, ku fillon ginekologu, ku përfundon ginekologu, ku mamia, ku përfundon mamia, kështu me radhë. Ose dhe pediatri, më dhe pediatri më pastaj, dhe në këtë situatë që ka ndodhë është kalon të sektori privat. Pra, kur konfuzohet në sektorin publik,
çka ndodh kalon te sektori Qenë prej- privat. privat. Largohet sepse ka më të lehtë me shku direkt te ginekologu, me bu përcjelljen e kështu me radhë. Kjo shton një barë financiare për familje. Kështu që tepër me rëndësi me kuptu që për gratë shtatzane, për nonat e reja, duhet me pas një ridizajnim të shërbimeve, një qendër të veçantë, ashtu po e quju, një qendër të veçantë në të cilën kishin me mujt me i marrë të gjitha shërbimet, të cilat janë nga fillimi i shtatzanisë apo edhe para fillimit të shtatzanisë, këshilla, kujdes, e kështu me radhë, gjatë shtatzanisë, lindjes, mandej edhe pse ka vizita në shtëpi, shpesh nga ato vizita janë për gjendjen fizike të foshnjës, mirë po nuk mirën me shëndetin e nanës në kuptimin e shëndetit mendor, periudhën postnatale, që mund me qenë depresive, kështu me radhë, pra nuk mirën edhe me atë lloj të mbështetjes, nuk mirën me mbështetjen me ndihmu prind se si ushqehet fëmia, cilat janë komponentet për një rritje të shëndetshme të fëmisë, çka kanë nevojë ata prind me marr, pra gjithë këto po e quaj një gamë të shërbimeve, të cilat e realizojnë edhe mendoj që japin shumë vlerë kujdesit primar në Prishtinë. Diçka tjetër që e kam shumë e rëndësi, po i kaloj pak më shpejt, është e kam e rëndësi shumë edhe të moshuarit, edhe trinj, të dytë. Pra të moshuarit nuk ka që ka një kujdese si me thonë, është e fragmentume çështja e kujdesit rreth tyre. Ata kanë do nevoja të veçanta për shkak smundjeve të caktuara që paraqiten për shkak pleqërisë, dhe mendoj që edhe aty duhet më ridizajnu shërbimet në mënyrë që mi u dhonë, po mi u ofru si target, domethënë që ta kenë njohurinë se ku duhet me shku, për në anën tjetër kur më rrinë të QMF tona, ata ta kenë, si me thonë, protokollet të caktume që mirën me të moshuarit dhe që moshuarit e ndijnë veten të kujdesur. Një diçka tjetër që është shumë e rëndësi, të rinjt, mendoj që çështja e shëndetit mendor të rinjt është komplet e anashkalume. Nuk ka dhona shumë për të rinjt në edhe gjendjen mendore të tyre, por nga ajo që dihet nga WHO-ja, 1 në 7 të ri ka një lloj gjendje mendore. Pra që tregon që është një numër jashtëzakonisht i lartë i të rinjve që kërkojnë një lloj si me thonë kujdesi, dhe mendoj që ne duhet me kriju një lloj shërbimin ton, me qenë ma mitësor, me u lidh me psikologët e shkollave, me u lidh me protokollit të ndryshme të cilat kemi nevojë, mënyrë që me u trajtu edhe të rinjt tonë, pra mos me qenë jashtë sistemit publik, mos me pa sistemin publik si një diçka që, si me thonë, që e shton stigmën. Sepse problemi është e stigma që krijohet në qoftë se ti... Me shku te psikologu. Po, me shku te psikologu e kështu. Ka fillu me undru në shkolla, mirë po duhet me bo politikë shëndetësore. Pra të mos jetë diçka individuale, po që jetë politikë shëndetësore e komunës, shëndeti mendor, në tërsi, mirë po tek të rinjt, sepse të rinjt, kjo është ajo që mundet me i targetu më shumë të rinjt, biologjikisht dihet që janë më të shëndetshëm. Një kategori e 4 që kisha pas qef me përmend është sëmundjet kronike. Okej. Pra që janë duke rrit edhe janë një prej barave kryesore të shoqërive moderne. Janë bara kryesore të shoqërive moderne, bara kryesore të sistemit tonë. Dhe mendoj që në sëmundjet kronike, pra hipertension, diabet, astmë, gjitha këto ka shumë kërkesa, edhe këtu protokollet janë, si me thonë, sistemi i fragmentuar. Edhe mendoj që në secilën QMF duhet me pas pra nuk jam të folë për ndërtesa të reja. Asnjëherë nga këtu nuk jam të folë për ndërtesa të reja, jam të folë për ridizajnim, për mendësi. Pra që të krijojmë shërbime që njerëz të cilët kanë probleme ose fillojnë me pas mundësinë e problemeve, të kenë mundësi me u këshillu, të kenë mundësi me marrë një këshillim mjekësor, sepse çka dim është që preventiva është pashtu shumë e rëndësishme. Dhe nëse ti fillon me ndihmu njerëzve të cilët janë potencialisht në rrezikshmëri më të lartë, fillon me u ndihmu para se mi pru te ilaçet, ti ke mundësi që me shty çështjen e ilaçeve, komplikimet, çështjen e ilaçeve, jetën dhe me u shtu jetëgjatësi. Domethënë, është shumë e rëndësishme që qendrat tona të shëndetësisë me qenë të
ridizajnume, së bashku me profesionist shëndetësor, pra jo me pru njerëz nga jashtë kështu njerë, mirë po me pas kujdes ndaj sëmundjeve kronike, me pas komunikime me pacient, me pas komunikime me qytetar, me ju tregu që mujnë me orë me pyet, pra mujnë me orë me pyet, kanë diçka pyetje rreth, kanë dikëm nga familja, kanë familjen, prindrit të cilët kanë pas probleme të tilla, me orë më herët, me marrë këshillimet e duhura, dhe këto ne duhet me kthy në një ambient miqësor që qytetarët para se të bëhen pacient, të jenë gjendje me orë me pyet për gjendjen e tyre shëndetësore. Sepse ne dim që vizitat në teren bëhen shumë rrallë, që ekipet janë më të rralla, dhe duhet me tentu me kriju një ambient miqësor që e sjellim pra dhe vetë qytetarin të qendrat tona, jo vetëm për sëmundje. Prap ide konkrete. Mendoj që është tepër e rëndësishme që nevojshme, super konkrete. Konkrete dhe kanë impact shumë të madh. Kanë shumë pak, si me thonë, buxhet nuk kërkohet shumë, po ne dim nga statistikat që Kosova është vend që jetëgjatësinë ka më të ulët në rajon, më të ulët në Evropë, pra ne jetojmë më pak se të tjerët, po dhe duke intervenu, sidomos në sëmundjet kronike, duke intervenu në shëndetin e fëmijëve, nonav, duke intervenu në shëndetin e të moshuarve, duke intervenu në krijimin e besimit me trind, në ndihmesën për shëndetin mendor tyne, për shëndetin mendor tërësi të qytetarëve të Prishtinës, ne krijojmë një ambient që tash një sistem me pacientin në qendër. Edhe këtu fillon prap me bo një sistem shëndetësor komunal që jemi krenar me të, që qytetarët tonë janë krenar me të, marrin shërbime, stafi do t'jetë krenar, pra gjithë e rrisëm atë që e quajtë Prishtinën e shëndetshme dhe arrim me bo parametra që Prishtina t'jetë e shëndetshme. Në qëse kësha shku pak për te i sistemit shëndetësor, jënë disa faktorë që nështë janë jo shëndetësor, ose jo të sistemit shëndetësor, që e bojnë Prishtinën jo të shëndetshme. Edhe une në rishikimin e deklarimeve publike që e bojnë me kolegët për secilin kandidat, e parë që për juve janë dy prioritetet që janë shumë të shëndetshme. Një, hapësirat e gjelbërta, edhe dy, puna në reduktimin e air pollution ose ndotjes ambientit. A mundën me të tregu pak më shumë cilat janë politikat konkrete që kanë me e avancu këto dy pika shumë qëndësore në përmirësimin e jetës qytetarëve të Prishtinës? Po, e para hapësirat e gjelbërta, ne kemi premtu 100.000 drunj, pra unë jam zotu që do të arrijë 100.000 drunj që të mbjelli gjatë mandatit tonë. Drunj të ndryshëm, pra që njerëz të kenë mundësi të ruhen nga çështjet e alergjisë, astmës, kështu me radhë. Mirë po, është e rëndësishme që të ketë një gjelbrim masiv në Prishtinë. Na duhet me bëni politikë konkrete të një gjelbrimit masiv, sepse kundërta ne po shohim që po rritën temperaturat, po e shohim që këto zonat e betonit emitojnë nxehtësi, e kuptojmë që nxehtësia është një faktor tepër i dëmshëm për shëndetin e njeriut. Studimet e fundit tregojnë që ato të plakin më herët, krijojnë probleme me shëndet më shumë. Pra gjitha këtu, si me thonë, gjepa të nxehtësisë që po krijohen në Prishtinë janë të pamjaftueshme, gjitha këtu gjepa, gjelbrimin që e kemi për momentin janë të pamjaftueshëm me pas kundër efekt. Prandaj është shumë e rëndësishme që të krijohet kjo. Është tjetër e rëndësishme është që qytetarët tonë të kenë parqe, pra të kenë mundësi që të bashkëveprojnë me natyrën, jo vetëm me shku në gërmi. Sepse është e pamundur që gjithë njerëz të shkojnë në gërmi. Sado që se shkon dush me ndot ambientin, po, pra ti duhet me pas. Dhe një ndër politikat tona tjera është që secilat çdo lagje, pra ti kem parqet dhe shtëpiat mos kenë, banimet mos kenë më larg se 300 metra një park funksional ku ata mund me përdorë. Po është e realizueshme. Po është e realizueshme, unë kam pa qytete të cilat kanë disa politika shumë specifike, të cilat, si me thonë, në momenti kur e kanë prioritet, çka do që kanë prioritet, arrin me, pra kam instrumentet të caktuara të cilat e realizojnë këto, dhe nuk kanë kosto shumë të mëdha sepse Prishtina ka do instrumente tjera që mundet me i bo me i zavencu, pra do vene ku nuk i kemë parqet, me kriju hapësira për parqe. Pra Prishtina ka instrument tilla, i ka instrumente ligjore, mirë po vjen një vullnet me u marrë me këtë vend, me tregu drejtën,
edhe me mendu në mënyrë kreative që shi qasësh problemet. Edhe unë e ku mendu mirë, kom pa instrumentet që qytetet kanë realizu, Prishtina i ka ato instrumente, veç duhet me hyje dhe me realizu. Një diçka tjetër që ka duhet me bo është me rjetin e ngrojës, do më nëpërmjet termokosit, që me zvoglu ndotjen prej karburanteve gjatë dimrit. Mirë po, duhet me shbloku edhe po ashtu trafikun. Sepse trafiku në mënyrën që është 2-3 vitet e fundit, që është ngrit, unë e kam marrë pak disa analiza, qëndrimin e trafik është më i gjatë, duke qenë më i gjatë, veturat e metojnë më shumë, dhe çka është interesant nëse shton faktorin e pritjes që ka ndodhur në 2-3 vitet e fundit, gazrat që janë emetu. Në Prishtinë 2 fish i gazrave që janë emetu nga makinat para 3 viteve apo 4 viteve, kur e kemi pas për shembull sheshin ose rrugën George Bush të hapur. Pra, ideja e mbylljes një rrugë pa kriju rrugë alternative tjera ose transport tjetër alternativ, e rrit kohën që ti kalon në trafik, e rrit kohën që mbet në trafik, që ngec në trafik, rrjedhimisht e rrit emetimin dhe ndotjen, që i bie që mandej ki edhe një problemat madh me ajrin. Kështu që edhe këtu kemi bu, si me tonë, politika konkrete. Një diçka tjetër që po ashtu e din që është tepër e rëndësishme është lëvizja. Pra po sugjerohet shumë që ne të kemi më shumë hapa në ditë, ka studime që thonë 6.000, 7.000 deri në 10.000 hapa që duhet mi bo një person për me qenë i shëndetshëm. Prishtina ka vetëm 20% të rrugëve kanë trotuar funksional, pra 80% të rrugëve nuk kanë trotuare. Unë kam propozu dhe kam dalë me projekte konkrete për 450 km trotuare të reja, pra janë diku 850 km rrugë të Prishtinës, këto 850 duhet të kenë të paktën 450 km rrugë. Pra që rrugët e Prishtinës, kudo që rrugë për automobil, të ketë edhe trotuarin e vetë. Këtu kërkon një ridizajnim i rrugëve, natyrisht, mirë po duhet me bo. Prishtina nuk është që quhet ajo pra një ecje e këndshme. Nuk është një qytet që ecë këndshme. Njerëz thonë kur dalin jashtë qytete edhe si me thonë evropiane, jo dojmë super zhvillume, po thonë letë po është me ecë. është sepse është inxhinieru trotuari që ti me mujtë me ecë. Në momentin kur trotuaret tona i kinë mbulume me vetura, nuk ke trotuare, dush me dalë në rrugë, atër çka ndodh? Ti nuk ke qef me ecë. Nuk është i këndshëm për ty me ecë, priton me ecë. Prandaj edhe i largohesh ecës dhe çka bën? Kthehesh në varësinë e automobilit. Unë që 5 vjet s'muna me ecë në Prishtinë. E vërtetë, nuk mundesh me ecë sepse është tull shumë trafiku. Unë tash. Ke dalë më shumë, ha? Po, nuk mundesh me ecë. Është fatkeqësi nuk mundesh me ecë. Kjo kontribon te vetë që lëvizja, domthon kontribon në mungesa e lëvizjes, kontribon në parametrat e shëndetit. Prandaj është tepër e rëndësishme që t'ja u japim mundësinë njerëzve që ecin. Ka studime të shumta që pas ushqimit 10 minuta me ecë nivelizon shumë parametra që sheqerit e kështu me radhë. Shkenca e konfirmon këtë që po thoni. Do të thonë që se diçka e përmirëson jetëgjatësinë, cilëtetin e jetës, reduktimin e smundjes, reduktimin e kancerit është aktiviteti fizik. Do të thonë për shembull, nëse han diçka më mirë 5%, 3%. Me hecje, gjithçka rritet me 10, 20, 30, do të thonë varësisht prej moshës që e ka njerëz që ecin, ka njerëz që dojnë me ecë, mirë po dush me kriju një infrastrukturë që është e këndshme me ecë për ty. Një infrastrukturë që tregon që kur nisesh në kohë nuk e ke gjatë tërë kohës, si më thonë një lloj videolojre që largohesh nga pengesa. Edhe ajo nuk duhet me bo. E përmendë aktivitetin fizik, po du me thonë edhe këtu një intervenim. Unë besoj që ne duhet edhe në shkolla, sepse ne kemi problem me mbi peshën edhe në shkollë. Kam fillu fëmijët me qenë mbi peshë, kam fillu fëmijët mbi peshë më të madhe me qenë, kam fillu me pas problem me pjesën e lartë të shtyllës kurrizore për shkak telefonit. Prind janë në një, si me thonë, gjithë prind. Jemi para një lufte ku fëmijët e kërkojnë telefonin dhe ka presion social nga fëmijët tjerë që ti me i dhonë fëmijës telefon dhe aty fillon një lloj varësie, po fillon një lloj largimi nga aktiviteti fizik. Konsideroj që shkollat tona duhet të kenë edukatën fizike gjatë tërë javës, që jo vetëm si një orë, jo vetëm si një orë shtesë, por po ashtu që të punohet në ritrajnimin e tyre,
që të mos notohen ata, sidomos në vitet e para e kështu me radhë, tjetë më shumë lojë. Tjetë më shumë lojë, pra të mos jetë diçka do e mos e notës, po tjetë diçka që i shten ata me dasht aktivitetin sportiv, e jo me me pasi varë ndjenje që po më noton dopt e kështu me radhë. Mendoj që kjo është tepër e rëndësishme, sporti, aktiviteti sportiv, sport tani po e shohim që është që me quajt ka një autor Pitratia që e quajnë mjekësia 3.0. Pra ku mjekësia tradicionale e ilaçit diagnozës mundet me u rikombinu me mjekësin, dhe e quajnë mjekësi, pra që mjeku ta përshkruan aktivitetin fizik. Që thotë ti duhesh me ushtru 3 herë në javë dhe duhesh me vrapu 2 herë në javë. Mënyrën që me majt masën muskulore, me rujt densitetin e eshrave, me rujt masën muskulore, me ndihmu sistemet kardiovaskulare kështu me radhë. Mirë po, kur malet kur ti mëson fëmijët që nga herët, dhe i largon pak nga telefoni, i largon nga i mëson për ushqim, i mëson për ecje, lëvizje, sport e kështu me radhë. Pra edhe kjo tepër e rëndësishme për shëndetin e plot të asaj që quajmë Prishtina e shëndetshme, që ne të investojmë në gjeneratat e reja gjithmonë aty ku ata mbledhen, dhe ata mbledhen në shkollë. Aty është shumë më e vështirë mi mbledh para lagjës, para kështu, ata kanë më mbledh në shkollë dhe aty duhet me intervenu që mi ju tregu për mi ju dhonë edhe si me thonë, protokollet të qarta gjatë mësimit tyre, për varësitë të ndryshme, vape jo një problem shumë i madh, mund që fëmijët kanë qasje, unë kam disa politika edhe ndaj kundër saj, pra që të edukohen më letë, t'i kuptojnë varësit, t'i kuptojnë problemet që shkaktojnë, këto më letë kombinohen që pëse po ashtu e kanë një aktivitet fizik që luajnë sportet të ndryshme apo mirën me aktivitete fizike. Prap shumë konkrete. Mjekësia sa do që është, dhe kështu për shumë njerëz si me thonë, kur folin mjekt, është vështirë me i kuptu në kuptimin e zhargonit dhe fjalorit tyre, mirë po politikat shëndetësore janë konkrete, janë tani të matshme. Maten me buxhet, maten me impakt. Të orientume drejt problemeve konkrete edhe zgjidhjeve konkrete. Në qëfëse e vendos qytetarin qendër, qytetarin e Prishtinës në këtë rast, e vendos në qendër, e vendos një sistem të tërë që i shërben, kemi me pa edhe parametrat pra që kanë me ungrit në kuptimin e si qëtash smundjeve pra kronike, jetëgjatësis, shëndet mendor, shëndetit të nënave dhe fëmijëve e kështu me radhë, kemi me pa, jam i bindun që kemi me pa gjitha konkrete edhe ka me urrit. Po më duket shumë impresive, do me thonë, gama e krejt problemeve që po doni mi adresu edhe zgjidhjeve konkrete që pi ofroni. Po e thëmë me një sinceritet, ajo që ka po më frikson edhe pendoj kitë frikë me juve si kandidat për kryetar të komunës është Prishtina po është një farë fush beteje shumë e vështirë për me ndryshu. Çka është ajo e reja që krejt qëto politika shumë të nevojshme mundet me i shty për para e që e sjellni ju me ekipin e ju që se zgjidhni? Menoj dy që në tepër të rëndësishme. E para me qeni vendosur në qëllime që janë për të mirën e qytetarit. Me qeni vendosur. Pra, ato i folën para kushtet, ekipi, gjitha ato janë të rëndësishme. Programi është i rëndësishme gjitha. Në fund, duhesh me qeni vendosur dhe asnjëherë mos me ra pret të interesave që kanë. Sepse Ministri i Shëndetësisë ka pas shumë interesa, atë e din. Jashtëzakonisht shumë interesa financiare. Po. Ma famkeqe, sa i përket ka peshkaqen aty. Po. Edhe domon duhesh me majt sakt që interesi qytetarëve është shumë i rëndësishëm. E dyta mendoj një diçka që më bën dhe këtu kam përvojën. Kam pas përvojë me vendos interesin e qytetarëve, me qenë i vendosur, mos mu largu pi saj. E dyta çka unë mendoj që muj me pru në Prishtinë është që jam gjendje me punu me gjithë dhe mos me kriju konflikte, po me kriju kompromis. Domthon kjo është tepër e rëndësishme. Sepse Prishtina po bëhet si me thonë arenë e konflikteve të panevojshme edhe arenë dhe tash çka pret në këtë konflikt, që dikush duhet me fitu. Sot u fitu kërko. Po këtu dhe në këtë arenë të konflikteve krejt janë tup. Hum mas shumëti hum ai i cili kërkon që jeta t'i përmirësohet që është qytetari. Ai kërkon që dhe na autorizon neve na thot apo e kërkon votën time, po, okay, atëherë po ta autorizoj, që ti këtë autorizim për lu, po thua më autorizojmë me votë që unë ta përmirësoj jetën tonë. Po,
Dhe çka merr ti nga autorizim? Ti merr autorizimin edhe fillon ose krijon konflikte ose ndërton konflikte. Pra e humbe atë që tash më herët që duhesh me pas fokusin te interesi qytetarëve. Kur e ke fokusin te interesi qytetarëve, i vendosën te interesi qytetarëve, andaj edhe konfliktin e kthen kompromis. Se nuk ka ajo E gjen gjuhën e përbashkët. E gjen, e din çka duhet me bëj, e gjon zgjidhjen, bëhesh kreativ. Nëse nuk mundem nga pozita A B, a muj A C mandej me u kthy në B. Okay. Pra e gjen çato. Dhe unë kom me ekip timin, kështu i shoh problemet. Pra i shoh problemet që ulemi, i gjejmë zgjidhjet. Nëse një punë krijon konflikt të madh, atëherë nuk ka koha atij problemi. Hajde po i zgjidhje edhe 25-30 probleme tjera që. Mos krijoni konflikte të ngjecin konflikt, sepse kjo s'është logjike çka po ndodh. Kështu që mendoj që kjo është dallimi që unë e bi, që jo mi vendosur në të mirën e qytetarit dhe që me bo politika që e bojnë jetën e tij më të lehtë, jetën e përditshme më të lehtë, jetë më i shëndetshëm qyteti, natyrisht edhe të bi mundësi që ti përbashkoj njerëz. Mos krijoj konflikte. Konflikte është shumë lehtë me kriju. E krijove mi përço, mi ndon njerëz është shumë e lehtë. Ose është natyrë njerëzore. Çka po më çudit në Kosovë, den çka energjia për me irritua, den. Po. O kriju një stil i politikës që nëse unë të hapësirës mediale, hapësirës publike. Nëse unë ty të shpoj, ti reagon dhe unë fitoj votë. Po më intereson programi yt, po më intereson the other guy. Sakt. Një të fundit që nuk e di si po shko me kohë, por një të fundit që ka me rëndësi me cek është, kjo është infrastrukturore më e madhe e Spitali Prishtinës. Okay. Unë besoj që duhet me ndodhë Spitali Prishtinës, jo gjithë pajtohet natyrisht, po unë besoj shumë që duhet me ndodhë. Një qytetari i Prishtinës është i diskriminuar në trajtimin e tij sa i përket sistemit sekondar. Pra ai nuk ka spital të vetin, qysh ka Mitrovica, qysh ka Mitrovica me komunat për rreth, qysh ka Peja me komunat për rreth, qysh ka Prizreni me komunat për rreth. Dhe kur shkon në QKUK për një trajtim të spitalit sekondar, ti duhesh me prit me krejt dhe të tjerë, me krejt Kosovës, që ata duhet me kry terciarën, pra ata duhet me kry shërbimet e QKUK-s. Po të kishe pas ti një spital, ti s'kishe shku me prit 10 persona atje. Ti e kishe kry në spitalin e Prishtinës, kishe marrë një shërbim të shpejt, kishe qenë më pak i frustrum, pra edhe nuk e kishe ngarku QKUK-n me probleme dytësore. Dhe qëllimi QKUK-s si terciar është të jetë ndërlidhur me hulumtimin, të jetë ndërlidhur me fakultetin, të jetë ndërlidhur me avancimin e shërbimeve dhe të shërbej këtë Kosovës. Nuk merr QKUK-ja edhe pse është në komunën e Prishtinës, nuk jep përparësi Prishtinës. Unë e kam mendu këtë si mundësi ideale, edhe me adresu qytetarin e nevojat e qytetarit të Prishtinës, po edhe me pështu QKUK-n. Po se ka është një faze. Nëse e vren edhe ankesat në QKUK që bojnë kështu ka njerë gogja virale, vim për qytetarët e Prishtinës. Se ai shkon edhe nuk e merr një shërbim dhe duhet me prit tepër gjatë, mirë po problemi ndoshta nuk e ka të natyrës që duhet me prit atë gjatë. E ka të natyrës që irriton, ka dhimbje, ka kështu, po nuk është sepse ato të cilat janë natyrës emergjente ata i marrin shpejt, po natyrës që mjeku e din që mundet me prit, e le me prit. Ky protokoll gjithkohë në botë. Pra unë kam marrë shërbime në Amerikë, ka ardhur ka pa, e ka ditë që mundesh me prit, ka thonë prit. Pra unë ka ndodhur, pra djali ka pas një djegje dorës, ka ardhja ka vizitu, ka thonë prit edhe sado që mu ka dogë që është urgjente, ai për të nuk ka qenë urgjente dhe ka ardhur mas 45 minutave e ka trajtu. Edhe kështu që mjeku i thot prit, mirë po në kokën e tina, pacienti nuk do me prit. Po të kish pas spitalin e Prishtinës, a e kish kryat shumë shpejt. Për këtë, kam një plan super detajum, të detajzuar nga një kompani gjermane, sa kam qenë Ministri Shëndetësisë, me gjitha shërbimet, me gjitha dhomat, me gjithë domon është i planifikuar dhe procesi që kam i pacienti, ka shkon, që merr shërbimet, që del, pra gjitha në mënyrë jashtëzakonisht moderne. Është modern, është model pak më hibrid, nuk ka klasik spital, është që i shërben komunitetit, pra e ka një lloj shërbimi më të avancuar në kuptimin e komunitetit për nevojat të qytetarëve, pra është pak model më hibrid, mirë po e mbulon spitalin si sekondar. Është jashtëzakonisht i duhur për Prishtinën, edhe mendoj që në mandatin tim, që besoj që qytetarët
kanë ma dhonë për kryetar Prishtinës, kjo një zotim që e kom për zemër me qujtë që do ta ndërtoj spitalin e Prishtinës në Prishtinë. Edhe një ide konkrete. Edhe një ide konkrete. Shëndetësinë e kom si këtë programin tem, që ka e munu me bo, shumë jo munu me bo gjatë tërë kësaj kohe, një program i cili përgjigjet Prishtinës me çështje konkrete. Me shifra, me projektet që njeriu me qenë, si me thonë, çdo qytetar i Prishtinës, e para me lexu let, e dyta me mujt me vlerësu nesër, a i kum realizua ju. Çka po na mund don neve shumë Prishtinë, është që ne kemi votu gjithë këtu në Prishtinë. Kemi bo çdo lloj kryetari kemi votu, mirë po kur vje puna me i vlerësu, nuk po kem qysh me i vlerësu. Sepse është vështirë me gjetë programe. Do ta publikoni këto si program i kom publiku, me gjitha pikat që t'jetë konkrete, që t'jetë e mundshme. Si benchmark, si që ta kenë mundësinë, nëse unë thamë që do të ndërtoj 450 km tretuar për lëvizje të lirë. Nëse thamë që do i bi 60 kamion për pastrim, sepse qyteti është shumë i ndotur. Pra gjitha këtu janë pika që unë thëmë kjo është arrit, procesi kërkon kaq, sepse gjitha analizat këtu i tregojnë. Tregojnë çka dush me bo investime, çka dush me blepi pajisjeve, çka dush me shtu për me arrit rezultatin, edhe unë gjitha i kom të detajzuara në aspekt menaxherial se si arrit rezultati, edhe i kom paraqit. U kënaqa duke dëgju Sali. Faleminderit shumë për prezencën e juaj. Kisha dashur për shkak kohës edhe t'juaj edhe të këtij podcasti me përmbyll me një ndoshta mesazh të fundit të juaj për qytetarët edhe për Prishtinën e shëndetshme. Kemi një potencial të jashtëzakonshëm në Prishtinë, ka një talent të jashtëzakonshëm, një sistem shëndetësor që duhet me u zhvilluar, me u rrit, mirë po nuk duhet me pa qytetari sistemin shëndetësor, vetëm unë nuk kam qef me pa si kryetari i komunës nesër, një qytet në të cilin ne marrim kujdes vetëm kur jemi pacient. Kisha pas qef që qytetit me ofru shërbime, mas pari me ja bo ambientin e pastër, një Prishtinë e pastër, që nuk ka qenë ndacak, që ka ndriqim, që njët një siguri publike, që është ajri më i pastër, që ka dronjë, tash 100.000 dronjë, që ka parë që jo më larkë se 300 metra nga ata ku shkojnë. Pra gjitha këto që e rrisin kualitetin e jetës, por në anën tjetër dhe shërbime shëndetësore që i ndihmojnë në preventiv, në shëndet mendor, nanave, fëmijëve, pra gjitha që janë në shërbim të tij. Kur i arrim gjitha këto dhe ka një spital të qytetit, mendoj që kualiteti jetës, jetëgjatësia, sëmundjet, të gjitha do të trajtohen mënyrë ma duart mundër dhe kemi pas rezultate të shkëlqyeshme në gjitha këto. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit shumë mirë. Ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve që e përcjellët këtë podcast, edhe shpresoj që na përcjellni edhe të tjerat që lidhen me tema të shëndetësisë edhe reformën shëndetësore. Çdo të mirë. Thanks man. Faleminderit shumë. Shumë ke kënaqësi. Suksesi ecën me më të mirët. Kolegji Gjermano-Kosovar Hajmerer është partneri juaj në çdo hap të rrugtimit për t'u bërë profesionist shëndetësor i së nesërmes. Me dije, me përvojë dhe me zemër. Në kolegjin Hajmerer përgatiten liderët e ardhshëm të institucioneve shëndetësore. Nga shkëmbimet ndërkombëtare, praktikat profesionale, deri tek punësimi garantuar, me programe unike në fushat e shëndetësisë, të akredituara ndërkombëtarisht. Në kolegjin Hajmerer mund të studioni në nivelin bachelor, infermieri, logopedi, ergoterapi, teknik laboratori dhe psikologji. Në nivelin master, infermierie avancuar, kujdes shëndetësor digital, menaxhim shëndetësor, shkenca laboratorike mjekësore dhe psikologji klinike. Një institucion, një vizion, një premtim. Për momente të tilla krenarie, që shënojnë fillimin e një rrugtimi përjetësisht profesional.